Zoran Dollenberg, në fakt Gjermania është e njohur për sistemin e saj të fortë ekonomik dhe mundësitë e mëdha që ofron për profesionistët. Si kanë ndikuar këto faktorë në suksesin tuaj? Është e ditur, zoti Besnik, që fuqizimi i gruas është akoma për Shqipërinë një temë aktuale. Pse kjo? Sepse edhe në dekadat e fundit, edhe pse jemi prej shumë vitesh të hapur, mund ta quajmë ndaj botës perëndimore, përsëri në Shqipëri ekzistojnë akoma disa rudimente, pra disa mund ta quajmë rrjedhat dhe të copsa nga e kaluara, mund ta quajmë patriarkale e Shqipërisë, që do të thotë akoma në mentalitetin e nënave shqiptare që i rrisin djemt apo të burrave vetë kur janë në një moshë adulte dhe që krijojnë vetë familjen, është akoma ajo psikologjia që burri është shtylla e familjes ose burri është e shikojmë qoftë në fushën e politikës si dominon gjinia maskullore, në fushën e leadershipit, në fushën e biznesit, edhe pse në vitet e fundit personalisht shoh ndryshime shumë të pozitive kur bëhet fjalë për rolin qendror që ka gruaja në shoqërinë shqiptare, akoma kemi krahasuar me vende nga ne sot po flasim nga Gjermania, koleget vinë që nga Europa Veriore deri në jug në Greqi, pra jemi nga shumë vende evropiane, mund të mendoj që të gjitha mund të konstatojmë që ka një ndryshim të mentalitetit se si trajtohet gruaja në shtetet evropiane dhe si trajtohet në Shqipëri. E krahasuar për shembull me Gjermaninë nga unë ku po flas, mund të them që këtu e thënë kështu në gjuhën popullore, burri ka frikë nga gruaja. Për faktin e thjesht që edhe nga ana juridike ose ligjore, gruaja është mbrojtur në të gjitha format e mundshme, qoftë nga dhuna psiqike, nga ajo fizike, po, në qoftë se një grua është me fëmijë dhe ndahet, divorcohet nga bashorti, ka ligje të caktuara që mbështesin gratë ose